Hoxha Fadil Musliu padyshim se është një hoxhë model për shumë gjenerata të reja të hoxhallarëve, për shkak të punës, të natrisë, energjisë që ka, vullnetit të madh, por edhe për shkak të qasjes që ka ndaj dhe temave që i trajton. E kemi një kolegë jashtëzakonisht bukur që kam dëshirë edhe të jem bashkë në shumë evente me të. Zoti i rujt i dha shëndet se vërtet Prishtinës i ka dhënë shumë me punën që e ka bë, respektivisht edhe me xhamin që është ndërtu. Por jo vetëm, edhe me aktivitetet që bën atë në veçantë në muajin e madh të Ramazanit, matini Hoxha Fadil është në fokus. Jo vetëm për Prishtinën, por edhe për besimtarët gjithandej. Njëri ndër hoxhallarët më aktiv, njëri ndër hoxhallarët i cili të në kohën, apo shumicën e kohës e kalon me xhamatin edhe brenda në xhami. Aktivitetet e tij të lloj-llojshme, të laramishme, dëshmojnë për nivelin e tij profesional edhe për përgatitjen e tij dhe për pushtimin që ka në sferën e davetit. Prandaj, jo vetëm Bardhoshi, po edhe kryeqyteti edhe Kosova dhe me gjerë jemi të nderuar me hoxhën, të nderuar Dr. Besnik Lumnici. Shënjestër.net